Dhe ne kemi bërë llogarinë. Nëse ne e heqim taksën e qarkullimit nga çmimi i naftës, çmimi do të bjeri. Por ama të gjithë ata që kanë një automjet do duhet paguajnë 4 fishin e asaj që ju bie sot, mesatarisht. Disa ju bie edhe më pak, disa do ju bie edhe më shumë. Atëherë në vend se t'ju ngarkojmë me 4 fishin të gjithë, ne kemi menduar që më mirë kush shpenzon më shumë naftë, paguan më shumë. Kjo është logjika. Kush shpenzon më pak, për naftën paguan më pak. Pra, në një farë mënyre, ata që djegin më shumë karburant janë dhe ndotës më të mëdhenj. Dhe ata paguajnë më shumë.